fshati ju në si fshat, në pavarësinë e presëm, këtë pavarësia që dy pavarësia që në dy pritën, me mërzitën. Se kem këtë, se kem, ashtë më thotë që se kem në Kosovë, se kem vend vetin të, a i na mungën eve tonëve, ashimi e ka dërija tonë, ata na mungën tonëve, fërda mungën mërzitën tonë, këtë fshati. Fshati Buroj është njëri ndër fshatrat e Kosovës që i dha shumë luftës së fundit në vend. E banori i këtij vendbanimi Sadik tha që rrethën se gjatë vitit 1999 kanë pasur vështirësi të shumta. Ai përmendi vështirësi gjatë asaj kohe ku ai ishte detyruar me 16 anëtarët e tij të dalin nga shtëpia dhe të ikin nëpër fshatrat përreth. Mëtej ai shtoi se të gjithë fshatit janë ndjegur shtëpitë dhe kanë mbetur pa asgjë. Në luftë me zvedë vallohi, në luftë, unë në konën 17 anëtarë të familjes. Po dëfke me trakter, herën nga një Zbic, nga në Mitrovic, nga në të shil, nga ne me ta, të ty pedo të rëpë, që le, hajde të shpija. Se kisha atë edhe kohë, kisha kofshtë në shpje, duke morë mi këshyrë, e më ngohë, që shtë më ngohë mas të rëve, mas qëjo, ushqemi qëjo sena, ne, që shtë për fatë mirë, në familjet mu shtë, asë se më posë asë dhronës, në pështu që këmë posë bëllë dhe me qenipe, të zake, dhronë bëllë. Atë familjet mu shtë ju, se këna posë kërkan dhronë. Shpija që në kodë që kërë të në ondë, se në s'ka posë senë, se kënë me të kërgjë. Krejt, asë një ka qakë që dhe një pula nuk kënë me të, krejt në kënë. Jo që jeve, krejt e logjës, e krejt fshotit. Krejt fshotit. Bëj se këna bo derë që për shpija heqë, sholla ishte ishëm i sholla ecin. Sholla ecin doli mbi këtë ujtë, në eqim e u në eqin e qashtu të tash. Pas përfundimit të luftës, ai tregoi se deri është bërdimër, nuk kanë pasur as kolm mbi kokë. Po me vështërsi, valloj me vështërsi se dhe gotina hindimi dhe s'kna posë strehim, ajtë mjaftushëm e shkullë 2 vjetë, s'kna ujtë e posë strehim mjaftushëm. Po që ashtë të pedatër, dëqysh, vallaj 8 mas 5-6 vjeta, 10 vjeta, dëqysh. Përveç kësaj, ai kujtoi edhe kushtet e rënda në familjen e tij, gjë e cila kishte bërë që të kishte pasur një fëmijëri jo të lehtë. Kur kishte qenë 15 vjeç, Sadiku tregoi se kishte dalur nga shtëpia dhe ka marrë rrugën për Mërgem për t'i ndihmuar familjes. Edhe pse ai vet kishte qenë jashtë shtetit, tha që ka shprehur shqetësim për të rinjt, që sipas tij shumë lehtë po marrin vendim për ta lënë Kosovën. Po si zakonisht përpoan kushte ma dëpta, shkulla ma largë, gjendja ma dëpta, senat me dëpta, tana qështu. Shkullin nga shku përpoa, për shabë, së në bërë s'ka posë shkull, nga shku në të rishqevës, komi nga shku, komi nga orë, rruga së konë, u konë lëqë, ora në për lëqë, në për boqë, ashtë në për. Tash për shabë, dhe shëdolin që në të rishqevës, shkujnë me këmë, shkujnë në zonësat. Pej këtë ujtë, shkujnë me këmë vinë. Ma ne su posë kushtë me shkote, s'këna mujtë me shkote, s'këna posë kushtë. I nga konën 4 vlozën e 2 mutra. Unë jam këtë në bërujnë ka të në një dojë jam i tjetër, i dyti, i treti në skëndaj mësës është dojë muzikës, i kotin në Belgjik, djemë t'i kam një në Belgjik, një në Gjermani, një këtu. Unë në mushën 15 vjeqore në dojë për shpije. I më shku këmë pënu në Kroaci, në Zagreb, tani më konë në Irak, këmë pënu në Irak. Kashtë më konë, mushën 15 vjeqë në dojë për shpije. Mushën pa e botë 18 të martu. Qashtë të një thëmija. Qa ke pënu janë shqipon? Në dërtimtari gjithë ku pënu. Gjithë në dërtimtari, gjithë. Punë trona, punë krohit. Po i këta për veti, bojnë ma se fo, po vejnë e kesh mi të shu. Se janë shumë të dollë, po mjerisht kushtet qasi suj, shteti sot të kujdes për kanuq për veti, edhe ma shko dhe të më shku dika, unë djollin e madha kam të kryjnë, e ko shkullën kriminalistikën e kryjnë. Edhe nusja atina e ko shkullën e kryjnë, 2 fakultetin e kryjnë, s'ka mujtë me gjithë punë. E ka ndonjë shku në Gjermani. I dyti shkullaj në Belgjik, i ka morë dhe a i fmin me veti, ta shta dhe kjo i trejti dhe kjo është të jetës është, kush për të metë në një holë që të kërkush.
Sadiku edhe pse kishte jetuar në një familje të madhe, ai tha që asnjëherë nuk ka munguar respekte dhe dashuria përkundër kushteve të rënda që kanë qenë. Ai fajson telefonin se tani njerëzit janë larguar nga njëri tjetri. Shumë ma shumë ka pas respekt edhe dashnin me veti, shumë ma shumë. Kushti ka bë më dobët apo më sot kushti që në konën respekti u më i madh. E mira tani ku më të bëj tash. Çfarë di unë tash u bën telefon në një qysh, rënjë të rënë 2 orë kush me konën s'let. Veç telefon. Si më kon të hëpta, më kon fa dërgjirata. Çfarë di? Ndërkaq në 2 vitet e fundit ai tregoi se në fshatin e tij nuk festojnë ditën e pavarësisë së Kosovës, duke shtuar se të gjithë po mërziten shumë që ish krerët e UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi janë ende në Hag. Ai tha se i mungojnë vendit shumë sepse ata e kanë sjellur lirinë dhe pa ta Kosova ka mbetur në gjysmë të rrugës. Po të kallëzoj na fshati ynë si fshat, na pavarësinë e prisëm. Këtë pavarësia që 2 pavarësia që na dy pritën me mërzitën. Se kem këtu, se kem Hashim Thaçi, se kem në Kosovë, se kem vend vetin të, ai na mungon neve tonëve, Hashimi e Kadria tonë, ata na mungojnë tonëve, fërta mungojnë mërzitën tonë, këtë fshati. Sa është një me vlera, edhe për të kallëzoj mas furti, mas mërzia me moha që po flasin njerëzit gjithë shka po flasin. E përshkrim e bonë, po bojnë dëshmi kundër i tyne atje ku janë. E spjadin vlera që i lirin ja kanë cilë që ta janë ko prist të ushtërisë, prist e lirisin që ta janë. E është dam. Jo, dhe s'po gëzëvëm punë atyne. Se për na mungujnë, shumë na mungujnë. Gjithë shka. Apo dhe puna, apo dhe gjithë shkofi. U po thonë pa ta, ndajnë, s'po di që më thonë, gjithë shka na mungo Kosovës, kusin ata, gjithë shkofi. Kanë bo, ata nuk kanë bo që për fshatë vetin, pa ta kanë bo për këtë Kosovën. Se ta s'kanë bo që për fshatë vetin, po kanë bo për këtë venin. Ata kanë si lirin që të. Ata e ko prisat e luftës. Ata i mungojnë venit, ata kanë si lirin këtë venin. Ata e mungisë e venit shumë. Po çfarë meritoni, ata e kanë qenë padrejtisht. Ata e kanë qenë këtë me fjalë serbise, sa kanë ata venin atje. Ata kanë venin të me kontribu në vend vetin, që që kanë të kontribu. Se e kanë në gjysë rrugë, u me të veni pa ta, në gjysë rrugë. A për dukën senet, për dukën senet, e kanë morën se ka morën. Dukën senet, as ko punim, as ko punë, as ko punësim, as ko njerëzit për ikin sa për mujnë. Senet për mashallah këtë s'ko. Këtë dhe mi qërë të mardhonit me Amerikë, dhe mi qërë të mardhonit me aliatin të urmat ngush për shemë të venit. Asë nga kanë, as din, as nga kanë, që do problemi. Ai nuk la pa folur edhe për qeverisjen aktuale, duke kritikuar kryeministrin e vendit, Albin Kurti. Sipas tij, ai është një kokfort dhe nuk po bën asgjë për të mirën e vendit. Ai fajsoi Kurtin për prishjen e marrëdhënieve me Amerikën. Madje sipas tij, ai nuk është guzimtar. Jo, as po bëm një për të flas, për të flas sen, mirë sa do po, sen. Sa kokfurt, justisja e Legozhovi, kokfurt është. Këta në skim, në imë se t'i vugën, do të mingu ala atyn, do të mingu njerë që na kanë imu, në luftë, mas luftë, gjithë që na kanë imu. Do të më konsolidu me ta, më morë vesh me ta, jo më krynë vejtë, po nësës s'kem ta kotna. A di çfarë qinjë kem, çfarë sujnana, s'kem ka qik na mushty me ta. Me siguri që po. Po, valla, me siguri që po. Në mas pojnë parlament, falqin, jetë i venin atje, jetë i kështu, jetë i këne, i këna të sanë, i këna pasil tonë, i këna po tonë. Ata në minë që s'kanë prit, me një që të fjole, më të jam njës në vetë kërkush. Po, unë kisha kërku, ata më këthy në vend vetë, e më pënu në vend vetë, e më kontribu në vend vetë. E të familja vetë. Se në Kosovë, se mas furët i mungujnë Kosovës, i mungon që ti shteti i mungujnë ata njerëz. Ata njerëz që kanë shpollë pa marësinë, ata njerëz që kanë njës luftën, e kanë kry luftën. Ata njerëz që kanë ejtë me burshtetas,
që kësën as më taku me ta, kur s'ko shumë më taku me ta, e aj me tonë ata njerëz, të mëdoj butës ka nejt, kanë posën me ta, marrëveshje, marrëdhënie të mira me ta atana. Më bakon ata këtu, ndryshish konsultota kësuset. Po s'janë që foti ka dosht, i shoda më të mirë, më stoshi. Normal që i dënë, jo që i dënë, për këj venë për ata sunë bëheq. Sunë bë këj venë, sunë nërish për ata kur gjë. Sunë. Se këj së gëzimtorë, nuk i di senet, nuk ka gëzimtorë këj. Së gëzimtorë Albini, s'ko njerës këj s'ko, të pëshe asë një shtetë kërkun se pranë më shkunë. Pa tjetër, për gjithë shka. Ndryshim për gjithë shka për të mirë. Ndryshim për të mirë për gjithë shka. A shpeson ti vend që kanë? Menja ma merë se të pa fajshëm, për që punuhet drejt, e që gjykuhet drejt, ata kanë më këthy. Edhe kanë më kaku foli që kanë mojtë që kanë mojtë edhe këtë ku atje pa Jehova. I denon atje dhe 26 vjetë, pa kur gjë heq. I denon këta dy, këtë cotin atë Haradinajn, pa kur gjë heq. Veç që kanë mujtë. I sholla drejtësia nga ljenë. I sholla ta këthejen, në gjojnë neve mirë tonëve këtë në Kosovë, i sholla vinë mirë. Edhe i rrugën senet i kanë ljonë, edhe pa tjetër që kanë më këthy, edhe kanë më konë gjithë shkanë regullë. Kurse përgjatë këtyre 2 viteve të qeverisjes së Kurtit, ai mendon se nuk është bërë asgjë mirë. Nuk la pa përmendur edhe rastin e vështrimeve të fundit në komunën e Skënderajt, duke thënë se kryeministri i Kosovës nuk ka qenë interesuar as pak se çfarë po bëhej me qytetarët e kësaj komune dhe është ardhur pas një ave. Asnjë pikë që ka marrë kujt për shkari këfert, se për pora ai asit rru. Veç për mas, për pora hiç. Unë tregua pore. E ka marrë ujt një komune, dhe që nga ka qutonëve, mas një orë Skënderaj ka orë. Se ka interesu bili që a që po bon, apo mytët, kush a jenë mytë, as jenë mytë, a jenë dek, a jenë gjolla, ka rëzu shpia, ka bon, kërdi ujtë nuk orë, një masanej. Po që ka bëtë gjënë që ako, a jenë në ta e den që absolut të s'ka këndër bukur gjënë në Skënderaj. Absolut sena i këtë s'ka bon. I që kur për që është. Kur. Edhe kur vjen, me polici, me zikjon për shka, për këna tutë da shako, zikjon. Ja, ai këtu s'ka vitu asat herë, këtu s'ka vitu kur, i sholla s'vitin as Prishtinë, se këtu si jesë ja. Ai këtu s'ka mora si vëtë këtu. Po asat je sholla se mërë mo. Në Kosovë, pa morë parasysh. Për me qitë punë, ju, kërkun. Më kojë mirë, gjithë ku që e kështë dhe ujtë, në apet e kështë më dhonekë, më kojë që ka këndribu, po s'ka këndribu kërë gjë këtu. Je këtu për kërë gjë, për dukën sen hiq, absolut. As rrugë, as kërë gjë, as kejtë të rrugë, kejtë i ka shtu ashimi, kejtë që ka shkulla, kejtë ata i kanë... Ja, kësë ka më kërë gjë këtu,